për te blogerëve si individ. Ai është i drejtë për drejtë, i imponuar si duket nga vetë situata që sollën protestat e përnaçme përballë zyrës së tij, ku i duhet të tregojë me gisht kundërshtarin ose kundërshtarët e tij. Për shumë vite në Shqipëri ndikimi publik kalonte kryesisht nga partitë, televizionet kombëtare, gazetat dhe figura tradicionale të opinionit. Sot një pjesë e debatit publik po shvendoset drejt rrjeteve sociale. Një person pa parti, pa televizion dhe pa organizat mund të prodhojë një video që arrin më shumë njerëz se sa një emision politik. Për Ramën dhe çdo pushtet afatgjat, ky është një ndryshim i rëndësishëm, por jo në favor të tij. E së fundi ka dhe një aspekt tjetër që duket interesant. Rama nuk e ka përballë opozitën. Kur e ka patur, ai e dinte me kë po luftonte. Opozita ka strukturë, drejtues, interesa politik të qarta, ama kur sulmon influencerat, situata është e ndërlikuar. Ata janë të shpërndarë, të pavarur nga njëri tjetri dhe shpesh nuk kanë një agjendë përbashkët. Kjo i bën më të vështirë për tu klasifikuar dhe për tu neutralizuar politikisht. Prandaj Rama po i afrohet vjes së kuqe në përballjet me influencerët. Ati i duhet të amortizojnë ndikimin e tyre pasi realisht po e shqetëson. Këtë po bën Rama. Kush do ta fitojë këtë betejë? Ne duhet të presim.